Policia e Shtetit ka hartuar një plan masash për sezonin veror, kështu njofton qytetarët dhe subjektet e transportit rrugor të Madrave se në zbatim të udhëzimit të përbashkët numër 106 i datës 14 qershor 2024 të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme gjatë sezonit veror 2026 dhe gjatë ditëve festave zyrtare do të zbatohen kufizimet e posaçme për qarkullimin e mjeteve të rënda me qëllim garantimin e sigurisë rrugore dhe përmirësimin e rrjedhshmërisë të trafikut në aksin me fluks të shtuar lëvizje. Këto kufizime zbatohen për mjetet e transportit të Madrave me masë totale maksimal të autorizuar mbi 7.5 ton, si dhe për kategoritë të tjera të përcaktuar në udhëzim në autostrada si dhe në rrugë interurbane dhe urbane, kryesisht në segmentet që përshkojnë zona turistike. Periudha e zbatimit është nga data 19 qershor deri me 15 shtator dhe përfshin fundjavët dhe ditët e festave zyrtare. Gjatë kësaj periudhe kufizimet e qarkullimit aplikohen sipas këtyre orareve: në ditën e premte nga ora 15 deri në orën 24, në ditën e shtunë nga ora 7 deri në orën 24 dhe në ditën e diel nga ora 7 deri në orën 24. Për ditët e festave zyrtare kufizimet fillojnë nga ora 15 e ditës pararense deri në orën 22 dhe vijojnë nga ora 7 deri në orën 24 të ditës së festës. Masat kufizuese është rrjedhë në autostrada, në rrugë interurbane dhe në akse të tjera që lidhin zonat bregdetare dhe turistike të cilat gjatë sezonit veror kanë fluks të lartë të qarkullimi. Nga këto kufizime përjashtohen mjetet e emergjencës, mjetet e policisë së shtetit dhe institucionet të tjera shtetërore, si dhe mjetet e transportit të Madrave të domosdoshme, përfshirë produkte ushqimore që prishin në përputhje me përcaktimin e detajuar në udhëzim. Në raste të veçanta për furnizime kritike apo nevojë emergjente mund të jepen autorizime të posaçme nga autoritetet kompetente në përputhje me legjislacionin në fuqi. Policia e Shtetit apelon për zbatim të rreptë të këtyre masave nga të gjithë operatorët e transportit dhe drejtuesit të mjeteve me qëllim parandalimin e aksidenteve rrugore, shmangjen e mbi ngarkesës së trafikut dhe garantimin e një sezoni turistik të sigurt dhe të qetë, thuhet njoftim.